Sot është 3 qershori, një nga ditët më të dhimbshme, por njëkohësisht edhe më krenare, ku edhe pas një periudhe prej 28 viteve pas, pra të datës 3 qershor 1998, i kam të freskëta kujtimet lidhur me aksionin që ndërmarrëm në luftën e UÇK-s në vendin e quajtur Gështenjat e Mëdha, ku unë së bashku me 13 bashkëpunëtor u nisem nga fshati Voksh për të rimarrë nën kontrollin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, fshatin Koberg. Në këtë aksion unë isha ardhur nga Prishtina si student, si edhe çdo njeri tjetër që ka braktisur shkollimin, edhe unë braktisa bankat e fakultetit, ku isha duke studiuar dhe erdha për të bashkuar radhëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në mënyrë që të jap kontributin për vendin tim. Në këtë aksion, në natën e 3 qershorit 1998, me 13 pjesëtarë të njësitit të Shqiponjave të Zeza, të udhëhequr nga udhëheqësi i këtij njësiti, Topieri Idris Balaj, u nisem nga fshati Voksh për të ardhur pikërisht këtu te lagja Tolaj e fshatit Koberg në vendin e quajtur Gështenjat e Mëdha. Në këtë aksion, unë kisha një rol dhe një përgjegjësi të dyfisht, në njërin anë që të bashkëluftoja me anëtarët e këtij njësiti, me pjesëtarët e njësitit Shqiponjat të Zeza, por e kisha edhe përgjegjësinë për t'i prirë këtij njësiti, sepse isha një njës i mirë i terrenit ku synonim të zhvillonim luftimet. Dhe në agun e mëngjesit të asaj date, pas një ballafaqimi disa orësh me forcat serbe, me forcat speciale, policore dhe paramilitare serbe, ne në gjatë luftimeve, pikërisht në këtë vend, nga radhët tona ra dëshmor luftëtari i Liris Altin Haskaj. Po ashtu gjatë luftimeve të në këtë natë, u plagos rënd bashkëluftëtari ynë Recep Dacaj, i cili fillimisht i dha ndihmën e parë, ku ishte i plagosur në të dy këmbët dhe unë isha njëri nga luftëtarët të cilët e bartëm për ta dërguar në fshatin Voksh, më pas për ta dërguar në destinacionin e fshatit Teznish, ku ishte spitali improvisuar në atë vend. Pra, është një ditë e veçantë ku unë nuk do të harroj kurrë, dhe me të vërtetë ky aksion i pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës i qasonte frymërisë dhe guximit, të cilat jemi mësuar t'i shohim vetëm në filmat të ashtu quajtur aksion. Andaj edhe në këtë përjetor mbajt kujtimet e freskëta dhe gjithmonë do të mbetet i paharruar kujtimi, sakrifica për gjithë dëshmorët e kombit, po konkretisht edhe për dëshmorin Altin Haskaj, i cilin po e përkujtojmë sot. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit.